Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shylle dhe ky është kanali im YouTube-it. Këtu mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikime të ndryshme astrologjike, qofshin këto kalime planetare, po ashtu edhe ato periodike, për të më mbështetur në mënyrë që edhe unë të mundem të bëj video më tepër. Mund të abononi te ky kanal, të pëlqeni videot dhe të shkruani komente. Ndërkohë që nëse keni sugjerime për video të ardhshme, jam gjithmonë e hapur. E di që këto janë shumë video të detajuar, sepse mundohem që të përfshi shumë informacione në lidhje me fushat më të rëndësishme në jetën tonë, por ka gjithmonë nevojë për diçka më personale, sepse sido që të jetë, këto janë ndikimet e përgjithshme, ndërkohë që individi preket gjithmonë ndryshe. Në pak më tepër dhe ju gjithmonë më shkruani dhe më pyesni vazhdimisht në lidhje me veten tuaj. Për të prenotuar shërbimet të cilat janë me pagesë dhe janë personale, mund të më shkruani nga numri i WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ndërkohë që tema e kësaj videoje do të jetë eklipsi i plotit diellit tek shenja e Luanit, është në datën 12 gusht në orën 19:36. Është një ndër ndikimet më të përfolura, duke qenë se është fenomeni astronomik më i rëndësishëm i momentit. Ndërkohë që te kjo video do të mund ta dëgjoni në perspektivën e astrologjisë karmike. Në fillim gjëra më të rëndësishme që kemi në këtë moment, do t'ju them disa paralajmërime në lidhje me këtë. Mendoj që duhet t'i merrni të gjitha parasysh. Nesër, brenda datën 12 është një eklips i diellit, është një eklips i plot, dhe kur kemi eklips të plot, bën edhe më të fuqishëm. Tani ndikimi nga ana fizike është ky që hëna kalon përpara diellit, prandaj dhe bëhet errësirë pra në ato momente. Ajo çfarë është e domosdoshme për të gjithë ne, nëse keni ndërmend që ta shikonim, duhet patjetër që të merrni lente të posaçme për këtë punë, sepse në momentin që shikoni me sy të lirë krijon probleme të rëndësishme tek retina e syrit, mund të ketë djegje dhe mund të çojë deri në verbim. Prandaj, më duhet ta ripërsëris. Nëse se keni ndërmend që ta shikoni këtë eklips të diellit, keni programuar diçka të tillë, duhet patjetër që të përdorni lente specifike për këtë. Ka syze, nuk e di, lente pra specifike për këtë, që janë shumë të errta. Pra me syze dielli absolutisht jo, është diçka që nuk shikohet. Do të jetë nesër në orën 19:36 me orën e Shqipërisë, prandaj edhe në Shqipëri ne nuk është se do të kemi mundësi që ta shikojmë. Zonat ku do të duket, domethënë që është eklipsi plot, është në Greenland, do të ishte në Island, është edhe në Spanjë. Në Shqipëri është shumë pak i dukshëm. Gjithsesi, unë po ripërsëris në ato momente mos e shikoni drejt për së drejti diellin në sy, sepse nuk i diet asnjëherë domethënë. Që ka një ndikim të drejtë për së drejtë te marrëdhëniet tona personale, marrëdhënie në çift domethënë. Janë shumë të ndikuara, prandaj a do ketë ndarje është një pyetje pa më përpara në lidhje me demin. Po mund të ketë, nëse lidhja është jo funksionale. Këtë e dini, domethënë nuk është diçka e re, unë them shumë shpesh, nëse diçka është funksionale, përforcohet edhe më tepër, edhe pse mund të keni probleme në këtë moment, ngritje domethënë. Por nëse nuk është funksionale, mbaron. Madje ky është një eklips i plot tek një shenjë fikse, tek shenja e Luanit, që reprezenton edhe zemrën, pra, ndjenjat në këtë rast, prandaj edhe ka një ndikim automatik. Nëse një marrëdhënie sentimentale nuk funksionon në këto momente, është shumë e vështirë që të mbijetojë. Shtatzani përveçërisht. Eklipset e diellit mund të sjellin shtatzani, mundet, por ajo çfarë, domethënë më tepër shtatzanit vjen re tek eklipset e hënës ose tek hëna e plot. Është natë 28 gusht, është eklipsi i fundit i këtij viti. Dhe shenja e peshqve ka dhe atë se i beti domethënë, që edhe mund të ndodhi. Ndikimet e përgjithshme po i përmend thjesht shkurtimisht, sepse mendoj që duhet i dini që të mund të merrni masë pra të kur keni për të marrë masa. Një temperaturë të dim që janë shumë të larta, 2 zjarret i kemi vënë të gjithë, por kjo hënë e re ose eklipsi i diellit sjell në të njëjtën kohë edhe shumë mizori dhe një farë krenarie të tepruar. Prandaj edhe nëse keni tendenca në këto momente që të reagoni në mënyrë të tillë, do të këshilloj që të jeni pak më të përmbajtur, më të vetëdijshëm. Kemi krimin ose dalin në skenë të një natyrë pak më shkatruese, prandaj edhe kjo ndikon shumë, sidomos marrëdhëniet tona personale, që përmendëm në fillim, është ajo çfarë ndikohet më tepër në këto momente, marrëdhëniet tona personale. Pra, lidhjet afatgjata ndikon shumë më tepër, ndikon shumë edhe marrëdhëniet që kemi me partnerët tonë të biznesit. Këtu kemi mbyllje me disa marrëdhënieve që nuk janë funksionale ose që nuk kanë pasur atë begatin, domethënë që pritej, rezultatet që pritej për këtyre marrëveshjeve, po në të njëjtën kohë mund të bëjmë edhe marrëveshje të reja, më pozitive në këtë rast, ose që kanë më tepër fitim.
Nga ana sociale kemi dalë në skenë të liderave të cilët janë më të logjikshëm, por duke qenë se kemi dhe rritjen e mizorisë që thashë pak përpara, ata që janë udhëheqës në këto momente, nuk bëhet fjalë vetëm për Shqipëri, bëhet fjalë për në të gjithë botën, mund të përdorin atë momentin e fundit, të thënë përpara se të japin shpirt dhe të bëjnë disa veprime jo të këndshme ose të dëmtojnë shumë shoqërinë në këto momente. Prandaj dhe mund të kemi edhe shumë persona të cilët në këto momente mund të ndëshkohen pa kuptim, ose edhe pse janë të pafajshëm. Në përgjithësi mund të kemi burgosje shumë të shumta në këto momente, por përsis nuk është thjesht në Shqipëri, edhe në të gjithë botën. Tjetër kemi dalë në skenë të shumë ose fuqizimin e ushtrisë të ushtarakëve nga ky eklips i diellit. Dhe kemi edhe një ndikim tjetër që është mendoj pak i rëndësishëm në lidhje me shëndetin, jo pak, por është goxha e rëndësishëm në lidhje me shëndetin, sepse ndikimin e mushkrive të rrugëve të frymëmarrjes mund të kemi infeksione këtu. E kam dëgjuar shumë shpesh madje kohët e fundit që kemi ndikime shumë të rëndësishme te kjo, dhe infeksionet në këtë moment mund të jenë pak më të larta sepse dhe temperaturat janë të larta dhe kjo më thonë që mund të jenë rezistente kundrejt antibiotikëve. Në këto raste, normal që duhet jemi më të vëmendshëm ne si individ që të mos sëmuremi, sepse po sëmuremi është më e vështirë për të tejkaluar. Një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm është tek sistemi nervor, sidomos i shtyllës kurrizore, prandaj dhe mos e sforconi veten. Në këto momente kemi vërtet tendencë që të veprojmë pa menduar mirë, të kemi një kurajo pak budallaj, domethënë. Prandaj dhe kjo mund të na shtojë të bëjmë veprime të nxittuar, të marrim riske që s'ka nevojë. Për shembull, le të themi të bëjmë aktivitete fizike që në të vërtetë dim që nuk janë shumë të shëndetshme, dhe kjo normale që mund të dëmtojë në mënyrë të dukshme në këtë rast shtyllën kurrizore, prandaj vërtet që do të këshilloj që të jeni shumë të vëmendshëm në çdo veprim që bëni në këto momente. Ajo çfarë është e kundërta e kësaj, ajo çfarë do t'ju këshilloja vërtet shumë në këto momente, është që nëse keni mundësi normal të bëni notë, sepse ajo bën komplet të kundërta. Daljen në skenë ose më themi spastrimin e gjakut, le të themi, në shoqëri bëhet fjalë këtu, pra hyrjen e gjakut të ri në politik, në udhëheqje e të tjerë, por përsëris duke qenë se aktualët mund të bëjnë disa proçka në moment të fundit, do të na duhet ne të gjithë si popullat, si njerëzim, domethënë që të mbrojmë këta individ të rinj që janë pozitiv që po dalin në këtë moment, pra nëse duam që të ndërrojmë sistemin, jemi të detyruar që edhe ne të shërbejmë njerëzimit në këtë moment, kjo është ideja, pak a shumë që të shërbejmë njëri tjetrit në mënyrë që edhe ne të përfitojmë. Kemi të lëvizje të shumta në lidhje me të drejtat e njerëzit, kanë filluar që të ndodhin, sepse eklipsi ka ndikime që shumë përpara, kanë filluar që të ndodhin, janë pozitive, do të merren vesh shumë më tepër pas eklipsit të diellit. Kush midis eklipsit të diellit dhe eklipsit të hënës, pak a shumë ato dy javë do të jenë shumë të ngjeshura me këtë tematikë, është diçka pozitive. Dhe ana negative që ka është në përgjithësi në lidhje me kohën, me motin, domethënë, dhe me natyrën, kemi aksidente, mund të kemi probleme detare, që më të thotë edhe përmbytje, në të njëjtën kohë mund të kemi zjarre, shpërthime edhe këto në ujore në përgjithësi. Po ashtu mund të kemi edhe prishjen e strukturave të ndërtuara artificialisht në det. Përsëri bëhet fjalë, kur them artificialisht, jo gjithmonë janë të ndërtuara nga njerëzit, prandaj e lash pak ashtu, dhe kemi edhe një mjegull të shumtë në det. Kjo mund të bëhet pak problematike, domethënë, është më tepër vlefshme në 2 javë midis eklipsit të diellit dhe eklipsit të hënës kjo si efekt. Dhe këto ishin ndikimet që janë të përgjithshme, pra, po kaloj te shenjat tani. Atëherë, në lidhje me shenjat dashje, ndikimi më i rëndësishëm është në lidhje me fillimet të reja, fillime sentimentale, fillimet e projekteve, vinë nëpërmjet sfidave, sepse duhet që të jemi të sigurt për atë që po bëjmë, është e vlefshme edhe në lidhje me çështje sentimentale ato që po fillojnë në këtë momente, mund të kemi dhe rishikim edhe të lidhjes aktuale. Po fal kësaj kemi dhe përforcimin e saj, pra nuk është diçka negative, detyrimisht. Për shenjat dashje e kemi për shembull efektin që vërtet që mund të ngelen shtatzan, për shembull, sidomos personat që kanë një kohë të gjatë që nuk kanë pasur mundësi që të kenë fëmijë, domethënë, është një ndikim shumë i madh pozitiv ky. Mund të bëheni vërtet me fëmijë, pra mund të është pak surprizë kjo si gjë, dhe në të njëjtën kohë ka dhe ndikime në lidhje me fëmijët në përgjithësi, është fillimi i një periudhe të re më të begat në lidhje me fëmijët, por në këto momente, fiks në këto momente do të këshilloj që të kujdesesh pak më tepër në lidhje me shëndetin e tyre, për gjithë ata që janë me fëmijë, për të gjithë ata që kanë kohë që po mendojnë që të krijojnë një projekt të ri në lidhje me të ardhurat materiale bëhet fjalë.
për karrierën ose duan të zhvendosen sepse dhe ka të bëjë me lidhje me të ardhur materiale për të krijuar diçka, domethënë, shenja dashe në këtë moment ka një ndër momentet e tij më efikase për këtë si gjë. Jemi shumë të aftë për ta bërë, pra mjafton që ne të jemi pak më të vetëdijshëm dhe të matur, mos marrim gjërat me shpejtësi, pra sepse mund të bëjmë veprime të gabuara. Kjo është e vlefshme gjithmonë, por në këtë moment jemi pak më tepër impulsiv, prandaj duhet të jemi pak më të matur. Pra, për ta përmbledhur, shenja e dashit ka fat në këtë moment për të krijuar diçka të re në çdo aspekt jetës mund ta përdorni. Pra, aty ku në këtë moment e keni sinjale që po ndodh diçka e re, do të këshilloj që të fokusohesh pak më tepër. Për shenjën e demit kemi ndryshime në familje dhe shtëpi, ndikim pozitiv relativisht sepse mund të thotë edhe martesë, por kjo nuk do të thënë se është fush me lule, arsye që nuk është fush me lule sepse ky eklipse ka këtë që gjithçka na vjen nëpërmjet sfidave. Por nga ana tjetër kuptojmë edhe, domethënë, se cila është forma e familjes që ne duam që të kemi, prandaj dhe çdo gjë që krijohet në këtë moment mund të jetë e vështirë, por është shumë e shëndetshme ose shumë afatgjatë. Ka një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në lidhje me karrierën në këtë moment tek shenja e demit, sidomos ata që nuk kanë ndjerë të lumtur brenda karrierës së tyre për një kohë shumë të gjatë, mund të kemi ndryshime këtu. Nga ana tjetër kemi ndryshime edhe në marrëdhëniet personale, sentimentale edhe tek shenja e demit. Por kjo vjen domethënë në një pikpamje pak më tepër praktike. Nëse lidhjet e tyre nuk kanë gjetur atë pakashur hapin e përbashkët ose gjuhën e përbashkët, në këtë momente arrim që ta gjejmë atë. Pra i kthejmë lidhjet më tepër praktike dhe gjejmë një balancë të re më pozitive. Për sa i përket personave që kanë qenë pak më mëdyshe për të martuar, vërtet për të martuar dhe për të kryer një shtëpi së bashku, është një moment i rëndësishëm. Ky eklips domethënë i qartëson shumë. Krijon sfida në vendet ku duhet të jenë sfidat në mënyrë që të hapen syt pak a shumë. Është një ndikim në afat gjatë pozitiv, në afat shkurtër pak i lodhshëm. Por ky eklips i diell do të jetë shumë i ndjeshëm edhe për pothuajse 2 vite në vazhdim. Pra, ato çfarë bëjmë tani duhet t'i marrim parasysh mirë që të mos bëjmë hapa të gabuara. Është e vlefshme për të gjithë, por për ju pak më tepër. Shenja e binjakëve, për shenjën e binjakëve, ky eklips i diellit është ndikim automatik në marrëveshjet që bëni, marrëdhëniet që keni me vëllezërit, me motrat, udhëtimet, automjetet. Këtu, domethënë të gjitha këto tematika pak a shumë një trondite, mirë, mund të keni kriza, edhe me automjetet në këtë moment vërtet që mund të keni kriza të rëndësishme, sidomos nëse keni përdorur për një kohë shumë të gjatë dhe nuk e keni vënë veshin për shkak të sinjaleve që mund të ketë treguar që edhe gjatë retrogradës së Mërkurit. Në këto momente, domethënë nga ky eklips ndikohet shumë, domethënë prishet në mënyrë që të gjeni zgjidhje totale, domethënë që mos keni më probleme në të ardhmen. Marrëdhëniet me vëllezërit e me motrat janë shumë të ndikuar sepse krijojnë balanca të reja këtu, në përgjithësi janë pozitive, por nga ana tjetër duhet të jeni shumë ju vetë të vetëdijshëm se ku duhet ta lëshoni litaren, domethënë sepse ka raste që duhet të jeni pak më më tolerant, gjë që është e vështirë në këto momente sepse ky eklips i diellit e rrit shumë krenarinë e panevojshme. Pra, në momentin që shikoni që po e tepronim atë çfarë thoni, këshilla ime do të ishte që thjesht të merrni frym disa herë dhe pastaj të filloni të flisni. E rëndësishme është të zgjidhni problemet dhe të i balanconi marrëdhëniet dhe jo të fitoj egoja, pra. Jo nuk është se keni shumë këtë si karakteristikë, por ky eklips i diellit mund t'ja sjellë pak më tepër. Kjo sepse edhe Mërkuri është të vendosur të shenja e luanit në këto momente. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në përgjithësi. Është ndikim pozitiv në lidhje me udhëtimet të shkurtra të gjata, një fokusim shumë i madh tek dija, prandaj dhe mund të trajnoni më tepër, mund të merrni informacione më tepër, mund të dëshironi që të udhëtoni konferenca e të tjerë, po jo thjesht pra, domethënë vërtet që mund të dëshironi të udhëtoni ose mund të bëni udhëtime edhe për pushime, sepse jemi edhe në periudhë të tillë. Këto pushime vërtet që nëse keni mundësi do të këshilloj që të bëni me vëllezërit, me motrat, me miqtë tuaj më të ngushtë, pra, ata që i konsideroni pak a shumë si familje, do t'ju bëjë më mirë. Shenja e Gafores, erdhëm këtu. Shenja e Gafores ka një ndikim shumë dominant, është dominanca sepse shenja e Gafores del më tepër në sipërfaqe, po si figurë pakës errët, ose si figurë që i bëhen gabimet, domethënë kundrejt atyre. Kjo sepse hëna do të kaloj përpara diellit dhe do të mbuloj komplet dritën. Prandaj dhe për disa momente mund të humbasi edhe shpresën për shembull shenja e Gafores, mund të dalin shumë probleme pothuajse në çdo aspekt jetës, por në përgjithësi aty ku do plasi është tek të ardhurat materiale. Pra në një farë mënyrë ose në tjetër vlera do të ndikohet shumë.
Prandaj dhe përshën negaforës, a çfarë më duhet të them është në këto momente duhet të qëndrojmë të qetë. Në qoftë se qëndrojmë të qetë, e kemi të thjesht, domethënë që të mos bëjmë panik dhe të bëjmë gabime vetë, sepse ajo çfarë do të ndodhë, do ndodhë. Në këtë moment nuk është se kemi shumë në dorë për të bërë, domethënë, sepse është një fenomen shumë i rëndësishëm dhe i zmadhon të gjitha problemet në përgjithësi. Pasi të kaloj kjo, sidomos periudha deri tek eklipsi i Hanës, është shumë i begat për shembull një negaforës, pasi për të ardhur materiale. Por këto 3 ditë, domethënë që kemi tani, sot, nesër dhe pas nesër, mund të bëjmë vërtet problematike. Në lidhje me vlerët në përgjithësi, mund të ulim vlerën vetes tonë për shkak edhe me sjelljet tona, prandaj duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Ndikimi tjetër që është shumë i rëndësishëm nga ky eklips ndikohet në mënyrë të dukshme është kariera të shenjagaforës. Ajo çfarë ndikon shumë është se dalin probleme, por probleme që gafori di t'i zi sepse ka mësuar, pothuajse të 20 vitet, domethënë ka persona që sapo janë futur në fushën e tyre të karrierës, por gjithsesi kemi 20 vite që po mësojmë, domethënë se si ta hedhim hapin më të matur, cilët hapi që nëse e hedhim pak a shumë shkërmoqet diçka, prandaj në këtë moment është pak më e thjeshtë për të perceptuar. Është e vështirë, është komplekse sepse problemet na dalin shumë përpara në këtë moment, por kemi aftësinë që të zgjidhim dhe kjo na bën persona më të aftë, domethënë që bëjmë një figurë autoriteti në profesionet përkatëse. Është e vlefshme edhe për persona më shumë që kanë dalë tashmë në pension, bëhen njerëz të cilët ju kërkohet më tepër mendim, ku mbështeten më tepër të gjithë shoqëria që ka rreth tyre, familja e tyre të tjerë, prandaj dhe bëhen persona më të rëndësishëm në ambientin ku janë, shenjagaforës. Luani ka ndikime më të rëndësishëm detyrimisht se ky eklips i diellit është e shenja e Luanit, është i vendosur tek një yll fiks i cili jep një kuraj jo të panevojshme, por nga ana tjetër na jep edhe një intuit shumë të madhe ose shumë të thellë. Prandaj dhe në momentin që ndodhin të gjitha këto, për shenjën e Luanit, domethënë pavarësisht se mund të jetë shumë krenar dhe do që të bëj sipas kokës së tij, ajo dëmshuria ose empatia që ndjen domethënë për njerëzit që ka rreth rrotullt e pengon që të veprojnë në mënyrë të vrasht. Është një nga shenjat që ndikohet shumë pozitivisht, por ka dhe shumë sfida më e madhe vjen sepse ka shumë kriza identiteti në këto momente. Përballet me situata me njerëz që i thonë gjëra që ndoshta si pëlqejnë, ndodhin situata të cilat e bëjnë që të dyshojë tek vetja e tij, te veprimet që ka bërë, në disa raste edhe në lidhje me karrierën për shembull mund të ketë të njëjtat dyshime, por përfundimi është shumë pozitiv, sepse të gjitha këto pak a shumë tërmete të vogla, se mund të them të mëdha që ndodhin në jetën e përgjithshme, domethënë ndihmojnë që të heqë qafe të gjitha problemet që ka në karrierë, në lidhje me familjen, në lidhje me marrëdhëniet e tij shoqërore dhe të krijojë diçka më të shëndetshme ku e tregon më tepër vlerën e tij. Shenja e Virgjëreshës është shumë e ndikuar nga ky eklips, ndikohet te bota e brendshme në përgjithësi, nga ana psikologjike më tepër. Këtu përballet shumë herë më tepër se të gjitha shenjat e tjera me anë të saj të errta dhe me frikën në përgjithësi, ose mund të krijojë një farë paniku, sidomos në lidhje me marrëveshjet që ka bërë të gabuara dhe nuk i kanë sjellë të ardhur materiale që mendonte se duhet të merrte. Prandaj edhe në këto momente për shenjën e Virgjës mund të jetë një periudhë disi e vështirë. Fillon të dyshoj pak më tepër veten e tij, por është një moment shumë, edhe pse i vështirë, është pak i rëndë, domethënë do e kaloj shumë shpejt, kalon më një herë pas eklipsit. Ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket çështjeve sentimentale të shenjave Virgjëreshës, që është pothuajse e kundërta e kësaj që ishte në lidhje me të ardhurat materiale. Për të ardhurat materiale, për shembull, është ajo që thashë, ndihemi të pasigurt sepse të gjitha marrëveshjet që mund të kemi bërë deri këto momente mund të mos kenë qenë shumë efikase ose fitimpruse, kurse në lidhje me çështjet sentimentale kemi fare qartësimi. Në momentin që e krijon këtë qartësim, atëherë kupton dhe shumë se cilat kanë qenë lidhjet të shkuara që nuk kanë qenë efikase, që kanë qenë të pashëndetshme, të cilat ishin dinamikat e tilla, pra që nuk ishin të përshëndetshme dhe fal kësaj arrin që të krijojë tashmë një lidhje shumë më të shëndetshme, edhe në atë aktual ose edhe lidhjet të reja do të ketë të tilla. Kemi një zhvillim shumë të madh për këtë arsye. Një ndër arsyeja më e madhe që është kjo që po ndodh, domethënë, është sepse kemi një trekëndësh ajri në këto momente, pra edhe gjatë këtij eklipsi do të vazhdojë që të jetë efikas, dhe kjo e bën shenjën e Virgjëreshës që pavarësisht se mund të ketë këto frikë, panik që i përmenda që në fillim brenda vetes, duke qenë se do të vlerësohet shumë nga shoqëria, nga partnerët, nga njerëzit që kalojnë më tepër kohën e të tjerë, e ka shumë të thjeshtë të tek kaloj ato dhe të fitojë përsëri të vetbesimin dhe të krijojë tashmë dhe marrëveshje shumë më fitimpruse në lidhje me të ardhurat materiale, sepse ka dhe një rritje edhe në anën e tij profesionale, edhe në jetën e tij familjare kemi një ndryshim të dinamikave shumë herë më pozitive.
Okej, shenja e peshorës. Për shenjën e peshorës, ky eklips është shumë i rëndësishëm. Kemi ndikim në lidhje me synimet, qëllimet që kemi në jetë, në lidhje me ëndrat tona, si dhe në aspektin ton social ndikon shumë tek shenja e peshorës. Në përgjithësi ka ndikime pozitive, është shenja që e te kalon më thjesht se të gjitha të tjerat, edhe nëse dalin problem ose sfida në këto momente. Arsyeja që te kalon kaq thjesht është sepse drejtuesi juaj, që është Venusi në këto momente, është i vendosur tek shenja juaj dhe ka dhe kënde pozitive, është kryer një tërkëndesh ajri në këto momente. Ndikimi më madh pozitiv është në marrëdhëniet personale. Këtu krijon balancë pothuajse automatikisht. Dhe pak më tepër, edhe pse mund të kemi sfida me shoqërinë për shembull, në momentin që qëndrojmë pak më të qetë dhe përdorim atë mënyrën e komunikimit diplomatike që ju e dini shumë mirë, e keni shumë më të thjeshtë të te kaloni problemet. Dhe madje mund të krijoni shoqëri shumë të fuqishme në këto momente, të cilat ju mbështesin edhe në aspektin profesional. Pastaj më vonë, kemi krijimin edhe të balancave të reja brenda shtëpisë. Mund të merrni vendime për të bërë me fëmijë për shembull në këtë moment, ose mund të merrni vendime që të ndryshoni komplet mënyrën e jetës, sepse riperceptoni edhe një herë këtë, që është një ndikim shumë i madh pozitiv. Këtë më duhet ta analizoj edhe një herë. Dhe në afat gjatë jeni personë të cilët do të keni ndikimet më pozitive. Eklipsi hënës që do të vijë më vonë do t'ju bëjë shumë më tepër praktik. Prandaj dhe gjatë rrugës, pra gjatë këtyre 2 javëve do të kuptoni se cilat janë gjërat me të cilat humbisni kohën kot për shembull, si në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në lidhje me shtëpinë, ose jeni fokus mundoni që të bëni të gjitha gjërat në njerëz për shembull dhe nuk arrini që të krijoni ato balancat. Në këto 2 javë do të mund të krijoni shumë më mirë. Dhe do e keni shumë më të thjeshtë për që t'i bëni ato. Nga aspekti që kanë një ndikim që është pozitiv, është në lidhje realizimin në ëndrave tuaj, perceptoni më mirë. Pra kemi dhe spastrimin të këtyre tematikave, ku mund të kenë qenë pak a shumë ëndra në diell, dhe fal kësaj, domethënë mund edhe tashmë që të ecni me hapo më të sigurt dhe më të qartë, domethënë sepse e kuptoni shumë mirë se ku keni humbur kohë. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit ishte shenja më ndikuar në lidhje me karrierën. Këtë e përmenda edhe gjatë parashikimit javor që bëra. Parashikimet javore kanë filluar të bëj goxha të detajuara tashmë. Pra siç e thash, në parashikimin javor që bëra, përmenda që kemi edhe ndikime të rëndësishme në lidhje me karrierën. Këtu mund të kemi disa sfida, sepse mundohemi vazhdimisht të rregullojmë këto dinamika, dhe nëse jemi aktualisht në një karrierë që nuk na bën të lumtur, ose që nuk marrim vlerën që ne meritojmë, ose ndoshta kemi pak më dyshim nëse duam apo s'duam të vazhdojmë aty, nëse mundemi apo s'mundemi që të arrijm potencialin ton të vërtet aty, e kemi shumë më të vështirë në këto momente, sepse po kryhet një farë trysnie pra. Por fal kësaj trysnie që po kryhet në këto momente, kemi dhe zgjidhje totale. Domethënë e kuptojmë shumë mirë. Duke filluar edhe në këto momente duhet të keni filluar që ta kuptoni pra. Një si fillim, kuptoni nëse është karriera ose rruga juaj që duhet të ecni. E dyta, kuptoni nëse jeni apo jeni të aftë për ta bërë atë çfarë po bëni, dhe nëse nuk jeni, për shembull, secili mund ta rrisni veten tuaj edhe më tepër që të bëni të suksesshëm në karrierën që keni zgjedhur. Prandaj dhe është një eklips shumë i fuqishëm. Krijon një farë tronditje brenda vetes. Mund të keni edhe persona për shembull që mundojnë që t'ju pengojnë që ta avanconi në karrierën tuaj, por kjo asnjëherë nuk do të thotë se nuk do bëni të suksesshëm. Shenja e akrepit pas këtij eklipsi të diellit, pavarësisht gjithë sfidave që mund të dalin, thjesht merret vesh se kush që pas kanë qenë personat e vërtet të paut, që janë personat që ju sulmojnë në këto momente në të vërtet, dhe fal kësaj arrini që të bëni vërtet persona që keni më tepër kapacitet nga ana ekonomike, sepse do të keni më tepër begati, dhe nga ana tjetër fitoni shumë më tepër edhe besimin e personave të autoritetit. Kjo është shenja e akrepit, u kaloj te shenja e shëgjetarit. Për shenjën e shëgjetarit, ndikimi më rëndësishëm është përballen shumë me kushtëzimet që keni. Kushtëzimet që keni pasur në lidhje me personat që keni në jetën tuaj, në lidhje me ideologjitë. Nga ana tjetër kuptoni paaftësitë tuaja për të avancuar përpara. Faktikisht ky eklips i diellit, duke qenë se na nxjerr shumë në skenë sfida, na bën që të ndihemi në mënyrë të tillë pra. Fillojmë që të rishikojmë edhe një herë të gjitha hapat që kemi, edhe të gjitha vendimet që kemi marrë, por fal kësaj edhe bëhemi persona shumë më efikas në çdo aspekt jetës pothuajse. Për shenjën e shëgjetarit, këto sfida vijnë në aspekti më tepër emocional, ose mirë të themi në lidhje me ideologjitë që kemi në jetën tonë. Këto ideologji duke qenë se janë
pikërisht themelet që ju keni krijuar jetën, normalisht ndikojnë në mënyrë të dukshme edhe në lidhje me karrierën, edhe në mënyrë se si i krijoni marrëdhëniet tuaja personale, ndikon shumë edhe në aspektin financiar, sepse mund të keni bërë për shembull marrëveshje thjesht në bazë të disa mendimeve që mendoni se kishit të përbashkëta me një person dhe mund të keni zgjedhur njerëz të gabuar, por ky eklips i diellit të gjitha këto i spastron dhe fal kësaj arrini që të jeni tashmë më të qartë në idetë tuaja dhe se si duhet të vazhdoni. Në qoftë se në diçka nuk funksionon, qofshin këto marrëdhënie, qofshin në lidhje me karrierën, siç e thash, ose në qoftë se edhe brenda shtëpisë për shembull, nuk jeni më të lumtur, do të kështu që të filloni të shikoni se cila është rruga për ta zgjidhur këtë sipërmend, se ku duhet të bëni ndryshimin. E keni relativisht më të thjeshtë se shenjat e tjera, kjo sepse kemi shumë vendosje të shenjat e ajrit, të cilat ju ndihmojnë shumë që të jeni të kthjellët në ide. Prandaj, për ju, për shembull, komunikimi në këtë moment është shumë efikas. Kemi një efikasitet vërtet shumë të lartë edhe në gjetjen e balancave brenda lidhjeve sentimentale. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë. Këtu vërtet që merr një ndihmë shumë të madhe. Ju zbukurohet shumë më tepër jeta nga mbështetja që merrni nga shoqëria. Dhe kemi një ndikim shumë të rëndësishëm pas kësaj, duke qenë se do të shikoni njerëz me sy më tepër kritik, të gjitha marrëveshjet që do të krijoni, sidomos gjatë periudhës që është pas eklipsit të diellit, pra nga data 12 që është nesër deri në datën 28 gusht, që është eklipsi i hënës, është një periudhë shumë efikase për gjitha kontratat të reja ose marrëveshjet të reja që bëni në lidhje me të ardhurën materiale. Ju bëjnë krijon pak a shumë një mishënie vërtet shumë e madhe, sepse merr një farë drejtësie hyjnore, pra. Ajo çfarë të gjitha gabimet që janë bërë kundrejt jush deri në këtë moment, ose gabimet që keni bërë vetë sepse keni zgjedhur personat e gabuar për të bashkëpunuar, tashmë keni rrugën më të thjeshtë. Shenja e bërëcjapit, për ju ky eklips i diellit ndikon një arsifillim në lidhje me shëndetin fizik. Marrëveshjet që keni bërë deri në këtë moment janë shumë të ndikuara. Mund të kemi mbylljen e gjyqeve. Këto mbylljen e gjyqeve nuk mund të them që janë shumë paqësore. Keni pak a shumë një periudhë 2 javore në vazhdim që mund të bëhet pak më problematike, për të mos thënë traumatike. Kjo sepse personat tek të cilët mund të keni pasur besim, ju pak a shumë një fusin thikën në kuriz, domethënë, dhe për këtë arsye duhet të jeni shumë të vëmendshëm në këto momente, kundrejt dhe të rishikoni edhe një herë të gjitha marrëveshjet që keni bërë, sidomos ato që në këto momente janë gjyqet të hapura. Në momentin që keni shumë besim, për shembull, edhe tek avokati juaj, mund ta pasoni. Nga ana tjetër çfarë thash për shëndetin, ju jeni më të prekur sepse nga ky eklips prekeshin shumë rrugën pulmonare, pra mund të keni infeksione në mushkëri. Këtu do të këshilloj që ta merrni shumë seriozisht, në momentin që e merrni seriozisht, normale që e keni shumë të thjeshtë, domethënë që ta menaxhoni situatën, por kur nuk e merrni seriozisht, vërtet që mund të keni probleme të rëndësishme. Nga ky eklips i diellit për ju, ndikimi më i rëndësishëm është se denjtë të spasuara nga gjitha marrëveshjet problematike, mbyllen pak a shumë ose gjetet zgjidhje e gjyqeve, domethënë, dhe krijoni pas kësaj periudhe, pra pas kësaj periudhe 2 javore, tash 2 vjeçare, do të krijoni marrëveshje të cilat janë shumë të përfitimprurse. Kemi një kthjellësi në lidhje me marrëdhëniet personale, këtu sidomos e keni më të qartë nëse doni apo s'doni që të vazhdoni me një person, për shembull, ndërkohë që lidhjet që janë afatgjata, ju bëni persona të cilët jo thjesht dini se si të kaloni problemet, por bëni persona shumë të besuar, pra pothuajse nga të gjithë, dhe kjo është e vlefshme edhe në lidhje me marrëdhënie sentimentale, lidhjet afatgjata. Prandaj edhe keni shumë të thjeshtë që dinamikat t'i rregulloni edhe nëse janë problematike. Pas kësaj periudhe, që është një periudhë pak a shumë 2 javorëshe, për shenjën e bërëcjapit kemi një rregullim të dukshëm pasaj në aspektin ekonomik, në aspektin familjar dhe në lidhje me karrierën. Faleminderit dhe po kaloj tek shenja e ujorit. Shenja e ujorit ka në këto momente disa kriza personale, këtu sepse marrëdhëniet në këto momente janë pak më të sfiduara, sidomos lidhjet që sapo kanë filluar më të ndihen pak më tepër ashtu, derisa të gjeni pra hapin tuaj ose balancën brenda lidhjes mund të jetë pak e sfiduar, por në të njëjtën kohë ky eklips i diellit për shenjën e ujorit mund të thotë edhe martesë, fejes, lindjen e fëmijëve, pra krijimi i familjes, kalimin në një identitet të ri, edhe pse mund të jetë nëpërmjet krizave që vijnë në jetën tonë, pra mund të keni pak më tepër grindje se çfarë jeni mësuar, e keni relativisht më të thjeshtë edhe ju se shenjat e tjera. Kjo sepse shenjat e ajrit në këtë moment dhe shenjat e zjarrit e kanë pak më të thjeshtë për ta menaxhuar situatën.
Në momentin që ju thjesht jeni pak më të qetë dhe nuk reagoni, mund ta shikoni shumë më thjesht, domethënë fotografinë e plot dhe të merrni masën në bazë të saj. Ndikimi më i rëndësishëm në këto momente tek shenja ujore të vjen në lidhje me udhëtimet. Do të udhëtoni vërtet shumë, madje edhe me partnerin tuaj të jetës mund të prezantoheni gjatë këtyre udhëtimeve, për gjithë ata që nuk kanë për një personit në tyre. Kemi edhe disa marrëveshje që janë shumë pinturuese, por do të jemi shumë të qartë në ide përpara se të fillojmë bashkëpunimin me dikë, pra përpara se ta bëjmë këtë marrëveshje. Në momentin që jemi shumë të qartë, çdo gjë pak a shumë ecën vetvetiu, por fillimi pra është pak i vështirë, vazhdimi është shumë herë më i thjeshtë. Ajo çfarë do t'i kushtoj që në këto momente ta merrni parasysh dhe ta hiqnit nëse e keni ose ta mbyllni nëse e keni, janë marrëdhëniet personale, lidhjet afatgjate që janë toksike. Pra në qoftë se lidhja juaj në këto momente jo tërheq energjinë dhe nuk ju le fuqi që të bëni qoftë edhe një gjë tjetër, pra nuk punoni dot, nuk krijoni dot relata të shëndetshme edhe me njerëz të tjerë, ka ardhur momenti që të fokusoni tek vetja juaj dhe të vazhdoni ose të ndani rrugët pra. Jo të gjitha marrëdhëniet, domethënë janë të predestinuara që të vazhdojnë, por duhet të merrni parasysh që jo të gjitha lidhjet, vetëm se në këto momente janë të vështira, duhet të ndajmë. Pra duhet ta ndajmë këtë si ashtu. Është vërtet një lidhje që është jo funksionale, prandaj duhet të mbaroj, apo është një lidhje e cila në këto momente ka vështirësi. Shenja e peshqve. Shenja e peshqve ka një ndikim shumë të rëndësishëm nga ky eklips i diellit, sepse jemi fiks para eklipsit të ëndës, do të ndodhë tek shenja juaj, është para përgatitje pra. Ndikimet e kanë në përgjithësi në lidhje me shëndetin. Shëndeti fizik është shumë indikuar nga ky eklips dhe duke qenë se kemi dhe infeksione, që për shenjën e peshqve, duke qenë se imuniteti është pak më i ulët, mund ta ndjeni pak më tepër. Këto infeksione mund të vinë edhe tek rrugët e frymarrjes, prandaj të gjithë ata domethënë që kanë probleme në këtë moment, qoftë edhe një lloj simptome sado që të vogël, do të këshilloj ta merrni seriozisht. Nga vapa e shumë që është në këtë moment, sistemi imunitar i shenjës së peshqve mund të jetë pak më i ulët ose pak më i dobësuar, prandaj duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në jetën tonë të përditshme. Këtu kemi rritjen e efikasitet, fokusohemi shumë më tepër tek gjërat që duhet të bëjmë. Mund të kemi sfida tek vendi punës me kolegët, për gjithë ata që punojnë në kolektiv të gjerë mund ta ndjejnë pak më tepër këtë. Një luftë pak a shumë ego që është shumë e panevojshme, por mundeni që ta ndjeni domosdoshmë diçka të tillë. Të gjitha këto ju rahin pak më tepër me jetën, ju japin fare eksperiencë të re dhe ju detyrojnë që të krijoni balanca të reja, në qoftë se ju duhet që të qëndroni larg personave në këto momente, që shikoni që nuk mundeni që të zgjidhni me diskutim gjërat, atëherë do të këshilloj vërtet që ta bëni këtë siç sepse është e pamundur që të mirë kuptoheni, duke qenë se egoja është shumë e lartë në këto momente. Në momente që bëni këtë, pra që jeni pak më të tërhequr dhe nuk është se sforconi për të zgjidhur gjërat, është shumë më thjeshtë. Nga ana tjetër, një gjë që do t'ju këshilloj që ta bëni, është që të fokusoni pak më tepër tek mirëqenia juaj personale, këtu si në lidhje me aspektin sentimental, sepse në këtë moment jeni shumë të ndjeshëm, është diçka pozitive në të vërtetë, por jeni shumë të ndjeshëm dhe mund ta perceptoni shumë më mirë për shkak se cilët janë njerëzit që ju bëjnë mirë, prandaj edhe mund të gjeni edhe një person i cili mund të bëjë dhe partneri ose partneri juaj e ardhshme, sepse në këtë moment për shenjën e peshqve deri në datën 18 është kjo e vlefshme. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku kemi fat, sepse sistemi na ndihmon. Okej. Në këtë moment është hapur një profil i cili ka kopjuar fotografinë time, ka kopjuar emrin tim, ka kopjuar videot e mia dhe përveç këtyre tashmë këtë bëm, po ka filluar të shkruaj edhe mesazhe të gjithë ndjekësve të mi, duke ju ofruar shërbimet e tyre. Shërbimet, domethënë nuk është se janë edhe analiza astrologjike se hajde deri në atë pikë do e kuptoja, po janë thjesht janë frymëzuar nga fryma e shenjtë, domethënë dhe po japin mesazhe që vijnë nga kujtun se çfarë. Pra, shkurt më beti, nëse dikush ju shkruan në emrin tim duke ju ofruar shërbime, dijeni që nuk jam unë, me shumë mundësi jam persona mashtrues sepse në fund të fundit, nëse një person vjet punë dikujt, nuk ka mundësi që të jetë diçka tjetër. Prandaj dhe do t'i këshilloj që të qëndroni larg. Këtë e parë si detyrë morale, domethënë që t'ja u them. Dhe me këtë rast edhe përgjegjësinë po ja u jap juve tashmë, sepse unë por ju paralajmëroj, nëse ju pavarësisht paralajmërimeve të mia vendosin që të merrni këto lloj shërbimesh, ajo është pastaj në dorën tuaj, nuk kam se çfarë të bëj, sepse gjithsecili ka zgjedhjen e tij në fund të ditës.
Kjo është arsye që e bëra këtë lidhje të drejtë për drejt, por me që e bëra që bëra, domethënë duke qenë se kisha një kohë shumë të gjatë që nuk bëja lidhje të drejtë për drejta, përfitova edhe nga rasti dhe ju shpjegova edhe për eklipsin që do të ndodh nesër. Faleminderit edhe një herë që morët pjesë dhe po ju paralajmëroj edhe një herë që nëse domethënë ju shkruajnë emrin tim, nuk jam unë. Nëse vendosni që të merrni gjithsesi shërbimet prej tyre, është në dorën tuaj tashmë, zgjedhja juaj. Domethënë unë po ju paralajmëroj thjesht, nuk jam unë. Okej, pafshim!